Presidenti Amerikan Donald Trump ka përsëritur deklarata të pasakta në lidhje me rolin e tij në përfundimin e disa konflikteve botërore gjatë një ceremonie në Malajzi që shënoi armëpushimin mes Tajlandës dhe Kambodgjës. Ai deklaroi se administrata ime ka përfunduar 8 luftra në 8 muaj, duke i quajtur këtë arritje pa precedent në historinë amerikane. Analizat e verifikuesve të fakteve dhe ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare cilësojnë këtë pretendim si të egzageruar. Shumica e rasteve të përmendura nuk përfshin luftra të mirëfillta, por krizat kufizuara ose marrëveshje armëpushimi pa efekte të qëndrueshme. Në rastin Izrael-Hamas, ndërhyrja amerikane ndihmoi vetëm në ndaljen e përkohshme të luftimeve dhe në lehtësimin e ndihmave humanitare, ndërsa konfliktet bazë mbeten të pazgjitura. Për luftën Izrael-Iran, ekspertët theksojnë se bëhet fjalë për një përplasje të kufizuar pas sulmeve izraelite, jo për një konflikt të shpallur. Edhe në rastet e Egjipt, Etiopi apo Serbi-Kosovë, nuk ekzistonin luftra aktive, por mosmarrëveshje diplomatike dhe tensione të përsëritura. Në disa zona si Ruanda, RDK dhe Armenia, Azerbajxhan, armëpushimet e ndërmjetësuara nga SBA kanë ndihmuar në uljen e dhunës, por nuk kanë çuar në paqe të qëndrueshme. Në rastin Tajland, Kambodgja, Trump shfrytëzoi presionin ekonomik për të arritur një armëpushim të përkohshëm, ndërsa ndërmjetësimin real e mbajti Malajzia. Këto zhvillime sipas analistëve dëshmojnë ndikim të kufizuar diplomatik, por jo përfundime të mirëfillta luftrash. Historianët rikujtojnë se disa presidentë të tjerë amerikanë kanë luajtur role më të qarta në përfundimin e konflikteve të mëdha. Eisenhower në luftën koreane, Carter në paqen Egjipt-Izrael, Clinton në Bosnjë dhe Obama në Irak. Rasti i deklaratave të Donald Trump për 8 luftra në 8 muaj është shembull tipik i mënyrës se si politika moderne përdor retorikën për të prodhuar realitete alternative. Në vend që të reflektojë mbi proceset komplekse të diplomacisë, ajo i redukton konfliktet në slogane të shkurtra që tingëllojnë të suksesshme për publikun. Në këtë rast, gjua e triumfit maskon mungesën e rezultateve të qëndrueshme. Në thelb, diplomacia është proces verifikimi, jo marketingu. Marrëveshjet që ndalin përkohësisht luftimet, por nuk zgjidhin shkaqet strukturore, nuk mund të quhen funde luftrash. Ato janë pauza politike që variojnë në varësi të interesave gjeostrategjike dhe cikleve elektorale. Pretendimet e Trumpit pasqyrojnë më shumë nevojën për sukses mediatik se sa realitetin e terrenit. Për të debatit mbi meritën personale, çështja thelbësore është mungesa e standardeve të matjes së paqes në diskursin publik amerikan. Nëse çdo armëpushim interpretohet si fitore, atëherë politika e jashtme rrezikon të humbas kuptimin e vet, ndërtimin e stabilitetit afatgjat përmes zgjidhjeve të verifikueshme. Në këtë kuptim, luftrat që Trump pretendon se përfundoi janë ende të hapura në terren, disa në heshtje, të tjera në pezullim. Historia politike i njeh këto si faza tranzicioni, jo si fitore.